shteti, për shkak të edukimit që është bërë, por edhe problemet të cilet të haset, edhe du të parë edhe në sensin asaj që ne kemi një histori të cilet nuk kemi, asnjëherë nuk kemi parë që të gjykohen leadershipet qeverisë dhe të paraqiten pranë sportele dhe pranë tokave me fjalë të përfaqësuesit të organit të akuzës dhe si e tillë kjo bën atë diferencën apo atë të cilët ne nuk kemi mësuar dhe ky mit është zhbër. Dhe mendoj që përfaqësuesit e SPAK-ut në rastin konkret të drejtësisë së re, pavarësisht problemeve të tyre apo paragjykimit që mendon, janë në krahun e duhur të historisë në sensin e saj që po bëjnë një investim patriotik për Shqipërinë, por edhe du të bëjnë edhe përpjekjet e tyre ta marketojnë në sensin aq sa lejohet ligjit marketojnë punën e produktit tyre që arrin, në mënyrë që të bëhet sa më transparente, sa më pak paragjykuese dhe të çdo lloj përpjekje që paragjykon punën e tyre nga interferimet e politikës në mënyrë që të jenë sa më transparente. Dhe mendoj që kjo është edhe një nga sfidat e tyre. Qartë, por si e keni lexuar ndërkaq çdo të lezi edhe mesazhin e Dumanit ku ka thënë se SPAK pra nuk kishe emrat, por vetëm provat. A mund të jetë kjo realisht pavarësi pra edhe ose ndoshta për të distancuar nga politika dhe nga ana tjetër a mund të themi se SPAK është vërtet jashtë ndikimit politik? E ndërruar, normalisht kështu du ta shohim dan edhe e perceptimi, pavarësisht perceptimit, por duke ditë që është një investim i SBA-s dhe i Bashkimit Evropian, si tillë produkti që synohen të arrijnë nga këto njerëz me integritet, duhet të tillë që ato në vendimarrjet e tyre gjatë procesit hetimor, shqyrtimit dhe gjyqësor, qoftë GKO-ja apo edhe vetë organi i akuzës prokurisë posaçme nisen nga provat dhe jo nga emrat. Për të lënë kuptuar që në ushtrimin e detyrës tyre ato nisen nga pavarësia e tyre në vlerësimin e këtyre situatave dhe jo nga emrat, don pavarësisht nivelit hierarkik ato që ndodhen. Dhe kjo është diçka e mirë, në sensin e saj që nuk paragjykojnë në punën e tyre asnjë nga rastet, të cilët janë subjekte dhe objekti i punës së tyre. Në këtë drejtim është për të përshëndetur dhe është një mesazh për t'i thënë çdo kujt që pavarësisht se çfarë është sot në krye të vendit apo deputet, ministër apo edhe pozicione të tjera do të kenë një përballje nesër pas nesër me punët e tyre të kryera në këtë vend për të përballë lidhur me çfarë mund t'i ngrihen akuza për sa i përket qeverisë, keqpërdorimit të fondeve apo të cilët sfidat e korrupsionit, të krimit organizuar e tjerë, të cilët janë objekt e punës tyre. Do është diçka që një mesazh që tregon për pavarësinë e tyre dhe këmbguljen dhe si tillë nuk lejon në interferimin këtë nga ana paktën formale e komunikimit, pavarësisht perceptimit apo paragjykimit që mund të bën për shkak të interferimeve politike apo ndikimit faktorëve të tjerë. E qartë, por në sytë e publikut, zotë Elezi, si ndikon ndërkaq edhe përplasja mes qeverisë edhe opozitës pra sa i përket edhe perceptimit për pavarësinë e SPAK-ut? Ndëruar, kjo nuk i përçan shoqërinë dhe bën të polarizuar në sensin e asaj që don dikush ushqen ndjenjën e paragjykimit dhe një keq perceptimit lidhe me këtë organ që e shef si produkti i vazhërancës e krijuar për të goditur opozitën, ndërkohë që realiteti i punës saj nisur nga rezultatet e produkte që kanë qenë, ka qenë që më së shumti në masa sigurie dhe subjektet procedimit i kanë qenë pjesë e qeverisës. Ndërkohë që nuk janë kursyer dhe liderët të opozitës apo të tjerë të cilët akuzohen për vepra të ndryshme të penale që janë brenda jurisdiksionit të trajtimit të saj gjykate dhe këtij organi. Dhe mendoj që përballja apo polarizimi që i bëhet opinionit publik nga dy anët e politikës përkundër akuzave që i ngrihen këtij institucioni nuk ndikon pozitivisht në perceptimin lidhur me të. Por mendoj që kjo do varet më së shumti pavarësisht këtyre akuzave, do varet më së shumti nga integriteti i atyre të cilët janë mbartës këtij pushteti dhe ato e përçojnë këtë perceptim dhe e përkthejnë me vendimet që marrin, me rezultatet që arrijnë dhe i përmbysin tablon e ngjarjeve dhe perceptimeve bazuar mbi atë që ata arrijnë.
dhe koha do të tregoj, por mendoj që deri më sot ka një histori për të përshëndetur pavarësisht problemeve të hacura apo akuzave të ngritur lidhe me paraqyshimit apo perceptimet, të cilat do jetë koha e cila do të testoj lidhur me fjalë lidhur me çdo gjë që ka kaluar apo që do të vijojë. Po Qartë. mendoj që shoqëria shqiptare kishte domosdoshme një strukturë të tillë edhe për të zbërë mitin e paprekshmërisë së çdo kujt lidhur me atë që është bërë për gjatë 30 sa vitesh këtë vend dhe bëhet. Për të thënë që nuk keni një mund pavarësisht mandateve të zgjedhura apo edhe të emëruara në keqbesim të qeverisjes të fondeve publike, po edhe të besimit qytetar, të cilët meritojnë më të mirën për këtë vend i cili ka vujtur pasojat e regjimeve komuniste diktatoriale, por edhe pamundësisë për të integruar dhe për të marrë shanset që i afron ky vend, të cilet qeverisja duhet t'i afrojë dhe jo të marrin rrugët e Evropës dhe të botës duke lënë vend këtë shtrirë, duke lënë këtë vend djerë dhe ku më së shumti ndër shumë kërcënime dhe sfida ngelet edhe ajo demografike, cili është një element edhe i fuqisë kombëtare të një vendi, sepse po shohim përditë që ka probleme demografike, shpopullime të tjera të cilët janë një kërcënim për të vërtetës, kemi parasysh elemente e fuqisë një shteti, territori, popullsia, ekonomia të tjera, ku pa popullsi në aspektin demografik, kuptohet gjithë të tjerat janë të kushzuara. E qartë. Mirë, zoti Lezi, pyetja e fundit për ta mbyllur sepse kemi arritur në fund. A është tashmë koha që SPAK pra të hyjë në fazën e dytë goditjen e korrupsionit të niveleve akoma më të larta, edhe nëse kjo do të shkaktonte krizë politike? E nderuar, po të referohemi asaj që zoti Dumani tha në raportin që ai nuk niset nga emrat, po niset nga provat, është një parim, po themi, ligjor dhe kushtetues në udhëtimin e tagrave dhe punës e një organi akuzë dhe organit e drejtësisë që për çdo lloj pretendimi, fakte rrethana të cilët mund dyshohet çdo kush të pavarësisht nivelit hierarkik, janë ato provat të cilët ballafaqohen me këto fakte dhe mbi bazën e tyre të bëhet vlerësimi, analizimi dhe vendimarrje. Dhe gjithçka do të shkohet dhe analizohet përmes provave dhe fakteve, përmes provat, cilët në rast se do të konsiderohen, në rast se do të provohen si të tilla, atëherë nuk do jenë të kursyer asnjë nga target apo subjektet e ligjit. Dhe në këtë drejtim mendoj që janë arritur rezultate, kemi parasysh bilancin e tyre në termat e atyre personazheve të jetës publike dhe politike të cilët sot janë vuajnë në masat sigurisë si persona në hetim apo edhe në gjykim, që janë të nivelit të lartë, po kemi parasysh që askush nuk mund të targetohet për shkak të hierarkisë, po për shkak të provat të cilët asociojnë dhe lidhen emrin e tij me akuzat e ngritura. Dhe në këtë drejtim çdo lloj, po them, asociimi apo për ta instrumentalizuar SPAK-un për goditje në nivelet më të larta, atë mbase edhe mund gjykohet apo perceptohet si një përpjekje për ta instrumentalizuar si pjesë e luftës politike midis aktorëve dhe forcave kryesore. Por që asgjë nuk mund të thuhet me siguri, pra shko sa që gjërat nuk provohen, por akuzat politike dhe ato të bëra publike të përkthehen si akuza të drejtësisë, me fjalë do kohën e vet të provimit dhe maturitetit dhe është një proces i gjatë dhe nëse do kemi një interpretim të tillë çdo akuzë politike të shkojnë në dyert e SPAK-ut e tjera, atëherë do bënte pjesë e politikës. Pjesë e politikës do instrumentalizohet si e tillë dhe kuptohet atëherë mund flitet që këto organe po dalin edhe jashtë misionit për cilin ato janë krijuar mërsvillje, sepse vetë në punën e tyre kanë edhe përmbushin edhe misionin, përmbushin e tyre edhe në mënyrë proaktive, pa dashur që gjërat artikulohen edhe publikisht, po edhe përmes indiceve të rrethorta, ato mund shkojnë drejt ngritjes së akuzave të tjera, por nuk besoj që në SPAK-u deri tani do të marrë një rol tillë, në sensin asaj që të ketë kryesisht godase pa prova, pa gjëra, leadershipe, apo të bëhet pjesë e instrumentalizimit politik. Por do të jetë brenda kuadrit të tij rregullator, ku mendoj që
në detashti ka kaluar të testin e vet, po themi dhe ka hyrë në fazën e maturitetit për ta çuar dhe më shumë këtë mision ti ligjor, kushtetues, patriotik, historik, sepse u përmbysën edhe mitet, u zbë edhe miti i paprekshmërisë, patyrshmërisë, por është edhe një sfidë edhe për procesin integrues për hir të vërtetës, sepse Shqipëria tashmë ka kaluar fazën dhe është në fazën e definitive të procesit integrues dhe kuptohet shtylla kryesore e pushtetit, siç është drejtësia me ato problemet e veta, nuk mund të ishte kompatibël apo mund të ishte pranueshme për familjen europiane ku kishte probleme çështjen e drejtësisë, çështjen e pushtetit gjyqësor me gjithë ato problematika si me pronat, me çelimin e lirive të drejta themelore, me korrupsionin, krimin e organizuar e tjerë. Mendoj që SPAK-u është një investim dhe kontribut i madh edhe në këtë drejtim për përshpejtimin e këtij procesi, edhe ka marrë edhe vullin e kohës për ish vërtetës me rezultatet e arritura, pavarësisht problemeve. Mirë, zoti Lezi, kemi arritur në fund, ju falenderoj për gjitha informacionet, ishte kënaqësi. Faleminderit, e nderuar edhe për mua kënaqësi. Faleminderit shumë. Mirë, ishim me zotin Ardian Lezi, ku ndalem tek gjeopolitika dhe në pjesën e dytë tek zhvillimet politike në vendin tonë, bashkë do shihemi sërish në aktualitetin e radhës. Deri atëherë, mirupafshim.